Rëshqitje dhe çarjet e tokës në rrethin e Mallakastrës janë vetëm maja e icebergut. Gati gjysma e sipërfaqes së tokës në Shqipëri nga jugu në veri kërcënohet nga shkarjet masive. Alarmi vjen nga specialistët e Institutit të Gjeoshkencës. Gjatë një studimi të kryer, inxhinieri Ylber Muceku tregon për Vision Plus se 40% e territorit mund të zhvendoset nga plasaritjet. Më të kërcënuarat janë zonat kodrinore të Shkodrës, Lezhës, Burrelit, Durrësit, Kavajës dhe Vlorës, ku edhe ato nuk i kanë shpëtuar ndërtimeve. E gjithë janë zona që shpatet e tyre janë tepër të rrezikuara në rast ndërhyrje pa kriter nga këto fenomenet që kanë në rrëshqitje. Rrëshqitja është një nga fenomenet ndërrore më të rrezikshme, sepse ajo ndodh atëherë kur se pret, është shumë e shpejtë dhe nuk lën të marrësh asnjë maset inxherike. Inxhinierët e gjeoshkencave deklarojnë se fenomeni i rrëshqitjeve është bërë kërcënues pas viteve 90. Sipas tyre, kjo po ndodh për disa arsye, por shkaku kryesor është ndërtimi pa kriter dhe pa studim i vendit ku ngrihet objekti. Shpëzimi ka degraduar shumë terrene. E dyta, në kohën para viteve 90, një farë mënyrë të merreshim me menaxhimin e këtyre tokave, ku kishin ndërtuar edhe disa kanale, që janë kanale ujitëse, kanale tjera drenazhuese, që e mashin ose e frenosh një farë mënyrë këtë lloj fenomen. Desa sot përveç tyre se nuk merret kush me menaxhimin e këtyre tokave, qiu bjen, shkon ku dojnë dhe asnjë nuk merr mundimin që ato të drenohen në drejtim të caktuar. Këtu ndërtohet dhe nuk din se ku ndërtohet. Javët e fundit në rrethin e Mallakastrës, 10 shtëpi u bën të pabanueshme si pasojë e shkarjeve dhe plasaritjeve masive. Fenomeni rrezikon të prapet me shpejtësi nëse banorët, pushteti lokal dhe ai qendror nuk marrin masa për menaxhimin e tokës dhe ujrave në zonat përreth shtëpive dhe bizneseve.